Rreth 60 familje të komunitetit të Rom tek ish-gjykata e apelit në hyrje të bajpasit të Shkodrës rrezikojnë në çdo moment nga zjarri për shkak të rrjetit elektrik, që është edhe jashtë kushteve minimale të sigurisë teknike. Linjat janë të amortizuara, të shpërndara nga një barak në tjetrën në mënyrën më amatore të mundshme, duke dominuar kështu gjithë rrjetin e kësaj zone. Fare pranë tyre luajnë fëmijë, ndërkohë që të rriturit duket se fatkeqësisht janë ambientuar me këtë gjendje dhe nuk duken shumë të shqetësuar. Kaq e vërtetë është kjo, sa ata e quajnë të tepërt dhe filmimin ton për këtë problem dhe shprehjen e shqetësimit për domosdoshmërinë e ndërhyrjes për ndryshimin e kësaj gjendje alarmante. Ata kanë harruar se jo më larg se 5 vite më parë kjo zonë u shkrumbua nga zjarri, ku pati edhe një viktimë dhe disa të plagosur. Një skenë e tillë rrezikon të përsëritet sërish. Ndaj OSH e Shkodër dhe Shërbimi Social në bashki kanë detyrimin dhe përgjegjësinë të ndërhyjnë sa më parë për këtë gjendje. Në këtë vatur të rrezikshme, nuk mund të flitet për kushte jetese të përditshme, por as për siguri për rreth 300 banorë të komunitetit rom, në situatën kur lidhjet amatore të rrjetit elektrik rrezikojnë seriozisht jetën e tyre. Sa për imazhin që krijon kjo zonë në hyrje të Shkodrës, kjo kuptohet nga secili dhe nuk ka nevojë për koment.